Mira protestues të cilët ju bashkuan thirrjes së iniciativës qytetare Hajde, të cilëve ju bashkuan edhe antarë dhe simpatizantë të Lidhjes Social-Demokrate, po protestojnë kundër vendimit të Gjykatës Kushtetuese të Maqedonisë, i cila gjatë ditës së nesërme në një seancë pas zyreve të mbyllura pritet të shqyrtojë ndryshimet e ligjit për falje, në bazë të cilit presidenti i Maqedonisë do të ketë drejt të i falë persona të cilat akuzohen apo gjykohen për mashtrime zgjedhore dhe krime tjera të ndryshme. Edhe pse protesta e thirrur nga iniciativa qytetare Hajde kishte në plan që të vendos tenda para Gjykatës Kushtetuese, një gjë e tillë nuk ndodhi, pasi që protestuesit janë ndaluar para një zone të krijuar nga forcat policore, vetëm disa metra larg ndërtesës së Gjykatës Kushtetuese. Ata kërkojnë që të lirohet rruga dhe të mundsohet atyre që të protestojnë sipas paralajmërimeve për të cilat edhe forcat policore kanë qenë të informuara. Petri Caracini nga iniciativa qytetare Hajde tha se kundër protestat e organizuara para Gjykatës Kushtetuese nuk është mjet demokratik. Mirë po kjo që po ndodh tani, në këtë moment para Gjykatës Kushtetuese, nuk është mjet demokratik. Të pengosh një protestë të paralajmëruar më parë, nuk është demokraci. Kanë mundur qytetarët të protestojnë sot dhe të mbarojnë protestën e tyre, të protestojnë edhe nesër. Mirë po, nuk është në rregull që një protestë që e ka paralajmëruar një grup qytetarëve të tjerë të pengohet në këtë mënyrë. Jo vetëm që nuk është në rregull, por është vepër penale. Parapërkish gjatë ditës së sotme përkrahas të Partisë Grom, e cila është në koalicion me VMRO-DPMN e udhëhequr nga Nikola Gruevski, ka dalë në kundër protesta, pikërisht para Gjykatës Kushtetuese, duke vendosur edhe tenda për të treguar se do të mbetet aty. Kryetari i Partisë Grom, Stefçe Jakimovski, është shprehur për mediat se do të qëndrojë bashkë me përkrahasjet e partisë së tij para Gjykatës Kushtetuese në mbrojtje të institucioneve të shtetit.